e të gjeopolitikës me dy kufi, një kufi të jashtëm dhe një kufi të brendshëm. Dhe brenda këtij kufirit të brendshëm jemi ne, Ballkani, si një fetus në mitrën e një gruaje shtatzënë. Mendoj kështu që më së fundi jemi në rrugë të mbarë. Dhe jam i sigurt që tani Federica është më e lehtësuar, sepse la Brukselin me një premtim të brendshëm për të mos u kthyer kurrë dhe erdhi në Brush për të gjetur streh në sytë e zemrat e një brezi të ri. Por jam i sigurt që kur nisi punën dhe pa studentët e parë që takoi, ndjeu keqardhje për ta, duke menduar, o Zot, ju nuk dini asgjë se ç'është jeta atje jashtë, për këdo që ëndërron të bëj diçka në Bruksel. Por gjërat kanë ndryshuar, por Europa, Bashkimi Evropian, janë dy fjalë të lidhura me një, që është paqja. Dhe paqja ka qenë arsyeja e lindjes së tij, paqja ka qenë arsyeja e ekzistencës së tij, e paqja duhet të jetë arsyeja e së ardhmes së tij. Si mund ta lëmë këtë krijesë të mahnitshme, ndërtuar si një projekt paqeje, të kthehet në një makineri lufte? Një plan paqeje europian mungon, dukshëm, dhe është krejt dëshpëruese të shohësh 27, më shumë se 27 përfshine, që presin nga diku jashtë perimetrit të jetës sonë dikë që ta gjejë ndonjë zgjidhje. Europa ka nevojë për një plan. Duhet të ofrojë garanci sigurie për Ukrainën, të projektojë një rrugë të qartë për ribashkimin e plotë të Europës, e po kështu të mbajë derën hapur për një përfshirje më tej të Rusisë në një vizion të gjerë për stabilitet, ndërsa forcon ndikimin global të Europës, duke u pozicionuar si një forcë qendrore për diplomacinë, bashkëpunimin e ndërtimin e paqes në skenën botërore. Tani më lini t'ju afroj më pranë shtëpisë. 30 vjet më parë, Shqipëria ishte papatingoja e harruar e kontinentit, e kyçur e izoluar, e shpërfillur. Sot Shqipëria është këtu. E ka ardhur pasi ka çelur edhe 4 kapituj të tjerë për 11 muaj. Kemi çelur praktikisht 28 të tillë dhe kanë mbetur edhe 5 të tjerë për t'u hapur me shpresë brenda këtij viti, që është një rekord. Kur vjen fjala për ritmin e integrimit të vendeve. Është një shpejtësi që befason edhe priftërinjtë e arshipeshkët e Brukselit. Dhe më besoni që të befasosh priftërinjtë në Bruksel është edhe më vështirë se të befasosh Perëndin. Kështu që ne kemi rindërtuar gjyqësorin ton përmes një procesi rivlerësimi tejet rrënjësor, diçka që nuk është provuar kurrë më parë në Europë. Kemi harmonizuar ekonominë tonë me tregun e përbashkët, kemi përqafuar agjendën e qepur, kemi modernizuar transportin e infrastrukturën digjitale. Këto ditë të fundit, komisionerja Marta Kos po përmend kudo barometrin e BE-s për nivelin se sa vendet e Ballkanit mbështesin BE-n dhe zgjerimin. Dhe në fakt
për habi të gjithë kujt që e dëgjojnë, mbështetja e Shqipërisë është 92%. Megjithatë i thash, dëgjoj, kështu ka qenë edhe për perandorinë osmane, 92%, edhe për perandorinë sovjetike, 92%. Ne u jemi besnik perandorive. Dhe ju rim besnik edhe miqësive. Kështu që gjithsecilit prej jush i jap një këshill, siguroni të keni një mik shqiptar. Siguroni. Mund të mos keni kur nevojë për të, por një ditë, në një orë ku ju duhet dikush, shqiptari do t'jetë i pari që do të vrapoj drejt jush. Federica e di këtë gjë, prandaj do pasaportën shqiptare. Kështu, në një hakmarrje të ëmbël ndaj së shkuarës sonë, Shqipëria tashmë është një nga vendet më të vizituara në Europë. 12 milion vizitorë në vit, në një vend prej 2.5 milionësh, është diçka shumë e madhe. Dhe këta njerëz, më së fundi, po përhapin fjalën që vendi ynë nuk është një vend i zymt, pa diell, e kriminal, shansi më i mirë është të vjedhin dhe më i keqi është të përdunojnë. Shqipëria nuk është asgjë nga këto. Në të kundërt, të gjithë ata që vinë nga mbar Europa e kuptojnë realisht se Shqipëria është vendi me nivelin më të ulët të vjedhjeve të shtëpive në Europë. Mbretëria e Bashkuar kryeson. Ata thonë se po, sepse shqiptarët kanë ardhur te ne. This is how you become when you leave European Union. Kështu bëhesh kur lë Bashkimin Evropian. You speak a lot of nonsense. Flet shumë gjepura. Take some chamomile before listening to him to not get merr pa kamomil para se sa ta dëgjosh që të mos të zërë depresionin. Kështu që nëse nuk jeni një prej atyre që keni ardhur, ju lutem ejeni. Do të shihni vetë që është një vend të cilin ja vlen ta vizitosh. Një vend ku ende s'kam takuar ndonjë që të ketë ardhur e të mos ketë dashur të kthehet. Madje edhe ambasadorët e vendeve të EE-s që largohen për misione të tjera e kanë ëndër të kthehen. Ky është fakt. Dhe një prej tyre ishte dhe ambasadori danez që bëri kërkesë të vinte në Shqipëri përmes PES, ndërsa ishte emëruar si sekretari përgjithshëm i ambasadës daneze në Pekin dhe në fakt merrti mjaft habi që donte të vinte në Shqipëri e të linte Kinën dhe i shkrova çfarë po ndodh. Ai më tha nuk e kupton. Nëse ke qenë një herë në Shqipëri edhe Kina të duket një shaka. Është e vërtet. Thjesht po kaloj disa nga ato gjërat që ambasadori më ka shkruar që tua tregoj ju, po ju nuk keni nevojë për to. Si për shembull Shqipëria është e përkushtuar ndaj procesit. Një gjë është e sigurt që ne vërtet jemi të përkushtuar. Dhe Federica më mësonte se ky ishte një proces bazuar në merit. E gjithkush e përsërit këtë proces bazuar në merit, kurse unë besoj që ky është procesi bazuar në martesë. Ndaj duhet shumë punë për të pasur një kontratë që është shumë e qartë. Dhe është kaq e gjatë si kontratë sa që shikoni Britaninë, në momentin që do të divorcohesh, është një ide kaq e tmerrshme, sepse nuk çlirohesh kurrë nga ajo martesë dhe të shmendesh gjithmonë më shumë. Kështu që
më mirë As I said before, and ri I aty repeat, brenda, sillu the mirë truth is dhe shijo that shoqërinë e since mirë. Putin invaded Siç e kam thënë Ukraine, më parë dhe përsëris, process e vërteta became real, është se in the qyshse sense that Putini the EU pushtoi finally Ukrainën, not only procesi u understood bë by real, words, në kuptimin që më së fundi acted by BE-ja jo deeds, vetëm e kuptoi me fjalë, por edhe pushing for e tregoi me vepra, faster duke integration and nxitur për një integrim të realized shpejtë. something fundamental that Dhe we were kuptoi saying all the edhe time. diçka It's not thelbësore që ne e kemi thënë për something herë. that you should do for us. Nuk është diçka që duhet ta It's bëni ju për something ne, that është you should do diçka for itself. që Exactly duhet ta for the bëni same për reason veten. Pikërisht për të njëjtat arsye që chunks of societies are saying no. ato segmente Security. të shoqërive kundër For its zgjerimit own po security. thonë jo. And now Siguri it's very clear. për sigurinë e vet. Dhe tashmë është shumë e qartë. The war in Ukraine Lufta në Ukrainë shattered illusions. It reminds us i bëri iluzionet of cope something Europe therrime. once knew Na very well. kujtoi Peace diçka is që never permanent. dikur Europa e dinte It must shumë be mirë. defended Paqja s'është every kurrë e day përhershme, and duhet mbrojtur për It ditë must be dhe duhet a guiding force të jetë in the daily life Një without busull. needing to have a war to realize how precious it is. And e jetës enlargement përditshme, pa pasur nevojë për një luftë që na tregoj se çmuar është, e zgjerimi, a ribashkimi, siç unë e them, është pjesë e kësaj mbrojtjeje, por nuk është vetëm mbrojtje, është edhe mundësi. Çdo Spain, Portugal, zgjerim, Ireland, Central a ka Europe, sjellë and every time Spanja, enlargement Portugalia, Irlanda, became a motor Europa of growth. qendrore. Dhe çdo herë Today, zgjerimi with new ka qenë rising një motor powers, China, rritjeje. India, Brazil, Sot, younger, me hungrier, fuqi të faster, tjera që po Europe shfaqen, is not only Kina, in India, danger of Brazili, shrinking, më të reja, politically, më të uritura, më të but shpejta. it risks Europa jo vetëm rrezikon, falling behind të kurret economically politikisht, and become irrelevant. po rrezikon të mbetet pas To stay relevant, ekonomikisht. Europe must get E të bigger humbas rëndësinë e saj. and more Për të ruajtur cohesive rëndësinë e saj, Europa and duhet bëhet must më e madhe, think e më in terms of kohezive a market dhe duhet that if you bring together mendoj all në termat e një tregu democratic që bën countries of bashk Europe, të gjitha which are vendet demokratike part of të the Europës, European Political që janë pjesë Council, e Këshillit Politik Evropian, makes a really very strong force çka for e bën atë growth një and forcë for change. mjaft të madhe zhvillimi So e the lessons ndryshimi. are very clear. The point Mësimet janë is, shumë të qarta. will they be Çështja është, taken seriously? a do të merren And seriozisht? delay is dangerous, very dangerous. I Vonesa saw është e again Mario rrezikshme. Draghi repeating it Shumë e rrezikshme. very loudly. Dëgjova sërish Mario Draghi që Ambiguity e breeds përsëriste këtë frustration, and the me mjaft frustration goes forcë. all over, down to Paqartësia the mbjell average normal dëshpërinë people. dhe dëshpërimi Frustrations breeds shkon nationalism, deri and tek nationalism ai qytetari spread all mesatari zakonshëm. And Dëshpërimi in the Balkans, mbjell we are nacionalizëm, e in a much nacionalizmi better place. përhapet kudo. But Në Ballkan, now we are very, very ne jemi në një preoccupied pozitë about shumë the më të mirë. Balkanization of Europe. por tashmë jemi shumë të To shqetësuar conclude, për I will ballkanizimin e bring Europës. here another big European, Helmut Për ta Kohl, përmbyllur, once said Europe will be our do të future, sjell këtu një tjetër europian shumë të madh, Or Helmut it Kohlin, will i cili dikur tha, not be at all. Europa do të jetë e That ardhmja remains jonë, true. ose And nuk do të jetë më. Kjo mbetet e For vërtetë. Europe to be Europe, Dhe që Europa të vazhdoj reunification të jetë Europë, and enlargement Ribashkimi should be a dhe must. zgjerimi Growth duhet and të jetë peace një should be domosdoshmëri. the wings E rritja e paqja duhet të jenë krahët to never be që closed, kur, but kept të mos always mbyllemi up më, and up and up. por që të rrim Otherwise, gjithnjë më lart. Në there të will be no kundërt, Europe. nuk do të ketë më Europë. And every step forward, Dhe çdo the hap history of EU përpara, tells us, came na thot historia in moments of e danger. BE-s, ka ardhur në momente from the rreziku, coal and steel, to nga Rome, to the single Celiku e market, Qymyri, to the euro, nga Roma, nga tregu i përbashkët, Big nga Bang euroja, of enlargement. nga Big Bangu So, i Today zgjerimit. our biggest enemy is Sot, fragmentation armiku im më i madh është in a very fragmentarizimi volatile world. në një botë tejet të And luhatshme. our best E përgjigjja answer jonë më e is mirë unity është bashkimi, through purpose, solidarity, me qëllim and the staunch solidaritet, conviction that e bindjen e peace patundur is what we are
in this se part of the paqja world supposed to work for. është No war. ajo për të cilën duhet të punojmë në këtë kënd të botës, jo lufta. Ndaj le të ndërtojmë një Europë të fortë, siç është në ëndrat tuaja, dhe të patrëngur nga fati i saj. Lajmi mirë është që Shqipëria është gati. Europa duhet i përgjigjet thirrjes dhe të gjithë së bashku duhet ta bëjmë që të ngrihet në nivelin e sfidës, pa harruar kurrë për paqe, për begati, për siguri që nën kupton për të ardhmen e saj. Faleminderit shumë.